bjerë bore dhe sonte. Fantastike, sa lajmi mrekullueshëm. Unë adhuroj të borën. E ka parë ndonjëri nga ju Franklin këtë mëngjes? Unë jo, por jam shumë i sigurt se është diku këtu afër. Unë them ta kërkojmë rrezikotrës. Në rregull, Kastor, gati. Mirupafshim, djema, ju përshëndes. E keni parë, erdhi Franklin. Ej, Franklin, ti kujdes! Meloni, frenoni! Besoj se fituam. Kërmil, si e, a u vrave gjë? Jo, por më është mbushur guaska plot me dëbor. Ja, mere dorezën time të ngrohesh pak. Faleminderit. Po ky çfarë mendon se është? Nuk e di, më duket si kërputh. Lori këto, do gjithë e dinë se kërputhat nuk kanë putra. Janë breshka. Ky më i madhi është babaj. Po, kjo këtu është mamaja. Dhe ky këtu jam unë. Jo, një sekund. Nëse zgabohem, në familjen tënde ka vetëm 3 breshka. Kush është ky? Ajo nuk është një breshk. Jam unë, apo jo Franklin? E po jo tamam. Në fakt tani jemi 4 në familje. Dua të them se së shpejti ne do të jemi 4. Ti do të thuash që... Po, mami im do të bëj një vëlla. Sa mirë. Sa bukur. Një vëllate. E di nëse është mashkull apo femër? Jo, do të jetë një surprizë. Nuk është fantastike? Gjithmonë kam dëshiruar një vëlla. Por Franklin, ti ke shumë miq tani. Miq janë fantastik, Kërmil, por po të kesh një vëlla ose motor, e po është super fantastike. Po, fëmijët janë të mrekullueshëm. Edhe unë ashtu them, janë të këndshëm. Mos ja fuzni kot. Të gjithë e dinë se fëmijët nuk janë gjë tjetër verse një bezdisje e madhe. Mjaft Kastor, tani vërtet po e tepron. Ke të drejtë. Io con la mia sorellina da sempre bene sto. Però un giorno nell'occhio un dito gli cacciò. Castoro! Io gioco con mio fratello e non mi stanco mai. Ma se non fa attenzione, allora sono guai. Castoro! La vita più allegra sarà, con tuo fratello di vai al mondo davvero non c'è. Ti sembrerà tutto quanto più bello. Parun se di per sé. Ehi Franklin, con tuo fratello ti divertirai. Ma quando a star tranquillo non può capitarti mai. Se dici alla sorellina dipingi insieme a me, in breve i suoi colori saranno su di te. La vita più allegra sarà, con tuo fratello di meglio al mondo davvero non c'è. Ti sembrerà tutto quanto più bello, ma chi lo sa il perché? Atëherë gjëja e parë që duhet të mësoni mbi vëllezërit është atyre u kushtohet shumë vëmendje. Sido mama kujdeset për to dhe pak nga pak ne na haron. Nëse qajnë, Nëse përtasi. mama vjen njerë. Tashmë. Ti nuk ekziston më, por duhet të kujdesesh vazhdimisht për të. Nëse qajnë, nëse hanë, Nëse hedhi gjithçka ti tutje. shumë do të Do zemërohesh. t'jetë më keq. Do të tërbohesh. Tashmë nuk mund të bësh asgjë. Tashmë nuk mund të kthehesh burr. Apo prisni pak. Perciò che col mio fratellino felice io sarò. Edhe nëse qanë vërtet bën rëmuj, hedh për sheshin, bën pis gjithandej dhe bën shumë shere. Io bene li vorrò. La vita più allegra sarà, con tuo fratello girare al mondo davvero non c'è. Ti sembrerà tutto quanto più bello. La vita più allegra sarà, con tuo fratello girare al mondo davvero non c'è. Ti sembrerà tutto quanto più bello. Dhe tani e di përse. Dhe kur do të lind vëllai? Mami më ka thënë se do të lind në pranverë dhe unë me zi po pres. Franklin do të ketë një vëlla.
Një vëlla, një vëlla, Një vëlla. Franklin do ketë një vëlla. Dhe kështu, pavarësisht dashurisë së tij të madhe për dimrin, Franklin priste me padurim ardhjen e pranverës. Por atë vit, pranvera dukej se nuk po nxitoi as pak për të ardhur. Janari ja la vendin shkurtit dhe shkurti marsit. Por në Woodland vazhdonte të binte akoma edhe më shumë dëbor. Semi, shoku i Franklit, ishte shumë i shqetësuar, gati sa vetë Franklin. Dimri duhet të vendos të largohet një herë e mirë. Si mendon ti, Sam? Mami, babi, a do të vindo një herë pranvera? Do vënoj edhe pak kohë, por do të vike për të parë. Por kur, dimri nuk mbaron kur. Duhet kesh durim. Ju më keni thënë se vëllai im do të lind në pranverë, apo jo? Po, por nëse pranvera do të vënohet, do të thotë se ai do të lind me vonesë. Jo, vllai do të lind muajin tjetër dhe nëse do të jetë përsëri dimër. Apo gjithsesi, u po pres që të vi pranvera. Mbase duhet presim kalorsin jeshil për të ardhur pranvera. Është e vërtet, kalor si jeshil. Po, më kujtohet ajo histori. Ka kaluar shumë kohë që kur ma keni treguar ata. Ja ku është. Është një libër që ma ka dhëruar tezja e babait tënd, Harrieta, kur isha akoma një vajzë. Tezja e babait më ka bërë dhe mua gjithmonë dhurata shumë të bukura. Aventurat e kalorsit i jeshil. Na ishte një herë, jo më larg se kohët e sotme, por as më larg se kohët e hershme, një fshat i vogël në një vend të largët pak të njohur, që njihte një dimër të acartë dhe aq të gjatë sa që banorët e fshatit filluan të kishin frikë se mos pranvera nuk do të vinte më kurrë. Nëse nuk arrim të mbjellim grur, do të vdesim nga uria, ankoheshin fshatarët. Një ditë, erdhën disa kalorës guximtar dhe premtuan se do sillnin pranverën në fshat. Ura, rrofshin kalorësit, bërtisnin të gjithë. Por, pavarësisht sforcimeve të tyre, kalorësit nuk arritën ta gjenin pranverën dhe duhet të iknin kokullur. Jemi të marrë fund, thonin fshatarët. Mbetej edhe mundësia e fundit. Erdhi në fshat më i madhërishmi nga kalorësit. Kalorësi jeshil. E shikon, mami, kalorësi jeshil është me të vërtet jeshil. Po, ka ngjyrë si tonën, apo jo? Oho, kalorësi jeshil, kam frikë se do vdesim nga uria të gjithë, thoshte ndimsi. Unë s'kam frikë nga asgjë, u përgjigj kalorësi jeshil. Dhe kështu që atë ditë, të dy u nisën së bashku në kërkim të pranverës. Do e sjell pranverën në këto vende të trishtuara dhe të braktisura, sepse jam kalorësi më i madh i të gjithë vendit dhe njerëzit do të më shpallin hero mua. Nuk e vë as pak në dyshim, por kam frikë se po shkojnë në drejtim të gabuar, zotëri. Ndim! Më duk sikur dëgjova diçka. Ndim! Për 1000 alebarda duhet të nxitojmë, atje është dikush që ka nevojë për mua, forca, shkojmë! Në sulm! Po, pikërisht kështu. Në sulm! Në sulm! Në sulm! Lëshoj me njëra dhe qamarok! O, kalorës guximtar dhe i fort të falenderoj. Çfarë guximi dhe sa heroizëm që treguat. Po, në rregull. Por tani duhet të shkoj. Duhet të sjell këtu pranverën. Shkoj! Po, zotëri. Prisni. Me që ju jam mirënjohës, do ju tregoj unë se si ta sjellni pranverën këtu. Atje në thellësi të pyllit, ku shkëlqen dielli dhe mbaron ylberi, unë po ju them se ndodhet një pemë e vjetër që shije sa vet pylli. Mbledhini të gjitha lulet e saj dhe pastaj hidhini mbi këtë tokë. Pranvera do të kthehet. Ne e trego rrugën qamarok. Andej. Tashmë kalorësi jeshil ishte afër, apo jo, mami?
Shumë afër. Sipas udhëzimeve të Çamarokut, hipi maj një kodre nga e cila mund të shikonte pemën magjike të qershive. Shko ndihmës. Po, zotri. Oh, çgëzim që mund të prekësh zemrën e pranverës. Por pa pritmas, u dëgjua një zë i fshet. Kush jeni? Dhe çfarë bani këtu? Kështu? Po, ashtu. Ndaloni! Unë jam rojtari i pemës. Kush guzoi ti prek lulet? Unë jam kalor si jeshil. Dhe duhet të mbledh lulet e kësaj peme në mënyrë që në tokën time të kthehet pranvera. Më vjen keq për ty, por nuk do jetë kaq e thjeshtë. Më parë duhet të kalosh një provë të tmerrshme. Wow! O, Zoti i madh, tha ndihmësi. Ky është dragoi më i madh që kam parë ndonjëherë. Unë nuk kam frikë nga asgjë. Është ndihmë e ndihmës. Jepi! Jason! Gjërat po shkojnë shumë keq, duket sikur ka një mburoj. E theu heshtën time sikur ti ishte prej kashte. Hey, bishti nuk duket se ishte i mbrojt. Prit pak! Bretkosat nuk kanë dhëmbë. Po, Franklin ke të drejtë. Zotri. Po ta lë ty. Kur ta marrin vesh në fshat, të gjithë do të më emërojnë si kalorsi më i madh i të gjitha kohrave. Edhe kështu ti fiton për veten tënde, jo për të mirën e popullit tënd. Kem poshtur dragojin kalorës jeshil, por nuk je me të vërtet një kalorës. Rojtari ka të drejtë. Çfarë donte të thoshte rojtari? Donte të thoshte se kur bën ndonjë të mirë, nuk duhet të mburresh për të. Të bësh mirë është një shpërblim. Dhe çfarë bëri kalorsi më pas? Të vetmen gjë që ai mund të bënte. Unë nuk jam i denjë për këtë emër që mbaj. Një kalor si të vërtet nuk i intereson fitoria e tij. Por, zotri, Prit, kalorës jeshil. Me fjalët e tua të fundit arritet të më bindësh. Të lejoj të marrësh lulet e pemës. Faleminderit, rojtari i pemës. Pjekuria jote do të më shërbej si shembull. Udhë të mbar, miq guximtar. Lam të mirë. Fat të mbar. Dhe kështu pra kalorsi jeshil dhe shoqëruesi i tij morën rrugën e kthimit të mbushur me lule magjike. Mirë, lam të mirë dimër, dhe mirë se erdhe pranver. Duke thënë këto fjalë, kalorsi jeshil filloi të hidhte tufa me lule rreth vetes dhe ato zbritën butësisht mbi tokat me dëbor. Dhe kudo që binin lulet e qershis, bora filloi të shkrihej menjëherë, duke shfaqur livadhet jeshile që kishin kohë që qëndronin të fshehura poshtë saj. Gjethet filluan të çelnin në degët e pemëve, dhe në pak minuta pylli u kthye krenar siç kishte qenë në pranverën e kaluar. Lulet të ndezura filluan të çelnin kudo, duke e bërë vendin të dukej mrekullueshëm. Ndërkohë dielli më në fund u duk mesrele. Kalorsi jeshil ndihej i mbushur me gëzim nga ardhja e pranverës dhe ishte i lumtur si asnjëherë më parë. Fund. Wow! Është një histori e mrekullueshme. Mund të ma lexosh edhe një herë, o mami? Ta lutem. Ndoshta nesër, Franklin. Tani është koha për të fjetur. O jo, por unë nuk kam gjumë. Por unë po. Natën e mirë, mami. Sigurisht që edhe këtu do të na duhej kalorsi jeshil, apo jo, Sam?
Përshëndetje Kastor, gjithë kjo të borë, Vetes se kur ka ndërmend të vi pranvera. Tani ky dimër ka filluar të më mërzis me të vërtet. Mua më pëlqen shumë pranvera. Edhe mua se do luaj me balonën time. Edhe unë mund të eci me motocikletën time. Dhe mund të bëhen xhiro me bicikletë. Vetëm mbledhësh lule. Unë nuk i duroj dot më çorapet, shallin, kapuçin dhe dorezat. e dini se çfarë më pëlqen më shumë nga pranvera? Është periudha në të cilën mami fillon të përgatisë sherbetin me panj dhe unë vdes për sherbetin me panj. Dhe pastaj në pranverë do të lindë edhe vëlla im. Shpresoj që pranvera mos të vi kurrë. Pa prit pak, a nuk theti se pranvera të pëlqente shumë? Po ja ndërova mendje. Do ishte shumë më bukur po të kisha tulipan të vërtet. Lulet prej letre nuk janë e njëjta gjë, apo jo Taso? Dëgjoni djema, edhe pse jashtë është akoma vendi i mbushur me të borë, mendoj se është momenti për të përgatitur festën tonë të përvitshme të pranverës. Kemi ndonjë mendim? Ari, Mund të shesim ëmbëlsira. shkëlqyshëm Ari. Ndonjë tjetër? Kastor? Mendova se mund të organizojmë një ballo. Mund të vendosim një shtyllë në bord, ta zbukurojmë me lule dhe shirita dhe pastaj t'i ftojmë të gjithë që të kërcejmë për rekti. Unë do të vendos muzikën e ballos. Nuk ka gjë më të bukur se kërcimi. Ke shumë të drejtë. Mendimet të tjera. Franklin? Mund të organizojmë edhe një recitim. Mbra mami më lexoi një histori që fliste për një kalorës i cili ishte në kërkim të pranverës. Sigurisht. Historia e kalorësit jeshil. Po, e di edhe unë. Kalorësi jeshil. Ka qenë gjithmonë për alla ime e dashur. Në rregull. Klasa jonë do të paraqes aventurat e kalorësit jeshil. E cili nga ne do të bëj rolin e kalorësit jeshil? Unë mendoj që ta bëj Franklin. Ishte mendimi i tij. Dhe për më tepër unë jam jeshil. Si mendoni? Unë jam dakord. Në rregull atëre. Franklin do të jetë kalorësi ynë jeshil. Franklin, mendon se do të vi shpejt pranvera? Po, sot zoti Buf tha që po, dhe ai di gjithçka, apo jo? Bar dhe vetëm bar. O, mërzita. Pa, bar. Gjithmonë bor, vetëm bor. Ej! Gjithmonë bor, vetëm bor, përjetësisht bor. E dini një gjë? Sipas meje është bor ajo që e fsheh pranverën. Duhet të fillojmë që ta kërkojmë. Gjithandej! Duhet të jetë fshehur diku, apo ja? Ha? Cercala a nord, cercala a sud, ad ovest e ad est, dentro a quell'albero non c'è. Cercala e non arrenderti mai, vedrai prima o poi, segno sul forse troverai. Cerca la primavera, dentro, che non ti sopporto più. La primavera, sole, ragni verdi e cieli blu. Da quanto ormai io non faccio più un bel picnic con i miei amici, un giorno lo so che lei ritornerà. Fondo l'inverno non è che può restare qui in eterno. Cerca la primavera, non si sopporto più. Viva la primavera, sole, ragni verdi e cieli blu. Torna, questo freddo manda via, ritorna con la tua allegria. Bor, bor, gjithmonë bor. Ndoshta pranverën e ka zënë gjumi. Sigurisht, ka mundësi. Forca ta zgjojmë. Zgjohu! 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 Zgjohu!
Sveglia! Sveglia! Scendi dal letto! Sveglia! Sveglia! Scendi dal letto! Sveglia! Ti aspettiamo e tu lo sai! Sveglia! Scendi dal letto! Sveglia! Hai dormito troppo ormai! Gri una strati. Hyr! Kush je? Përshëndetje gjyshe. Nuk e dija që do të vije sot. Mendova se do ju nevojitej pak ndihmë mbi të gjitha për festën e mirëseardhjes. Festa e mirëseardhjes, përse? Do të vinë ndonjë tjetër këtu? Është një fest për vëllën tënd, Franklin. Do ketë torta, ëmbëlsira, pije, akullore, është një lloj feste ditëlindjeje. Unë mezi po pres, po është e mrekullueshme. Po ti, Franklin, je i lumtur që po bësh me vlla? Sigurisht, shumë. Djema, darka është gati, ka ndonjëri uri? Unë. O, edhe unë. E janë atëherë. Një gjë e mirë në këtë dimër është se 4 breshkat e tua po qëndrojnë më së miri. Jo, nuk jam dakord. Unë them se nuk ka asgjë të mirë në dimër kur zgjat kaq shumë. A e dini një gjë? Nesër do të bëhet një fest tek unë. A jemi të ftuar ne? Po, jo. Do bëhet një fest në shtëpinë tënde dhe nuk i fton shokët e tu? Mendoj se është vetëm për të më dhenjt. Pa më thuaj, Franklin, nuk do jetë një fest për nder të vëllait tënd? Po, e atëherë çfarë ka të keqe këtu? Vëllai yt nuk ka lindur akoma dhe prindrit e tu organizojnë fest për nder të tij. Argëdo me mami dhe babin sa je në kohë. Çfarë do të thuash me këtë? Bra Franklin, kjo fest është vetëm fillimi. Kur të lind vëllai yt, mami dhe babi yt do të jenë aq të zënë sa që nuk do kenë kohë më për ty. Ha? Pikërisht kështu miku im, që në atë moment prindrit e tu nuk do të ta varin më dhe nuk do të bëjnë gjë tjetër veçse të dëgjojnë ga të borxha lindurit. Ga. A e di cila është gjëja që më pëlqen më shumë? Era e veçantë që kanë të gjithë. Për çfarë ere ka fjalën? Janë të mrekullueshëm. Dhurata, duhet të ketë edhe ndonjë për mua. Për breshkën e vogël. Për vëllaçkun e Franklinit. Për të sapor lindurin. Të gjitha dhuratat janë për vëllain tim. Oh, Franklin. Përshëndetje, gjyshe. Jam emocionuar. Përsëri do të bëhem gjyshe. Ti je gjyshja ime. Që mrekulli! Këto këpucë për fëmijë janë me të vërtet shumë të bukura. Unë me të vërtet nuk di se si t'ju falenderoj. Nuk ka problem. Për aq sa do zgjas. Fëmijët rriten gjithmonë shumë shpejt. Do ishte më mirë sikur të qëndronin të vegjël. Miqtë e mi kishin të drejtë. Prindërve u pëlqejnë vetëm fëmijët e vegjël. Shpejt, hapë në ndonjë dhuratë. Sa të bukura. Shikoni sa shumë paska. Asnjëri nuk më ka varur gjatë gjithë ditës. Dhe kur të lind vëllai im do të jetë akoma edhe më keq. Këtë do ta vendosim në djepin e tij. Me qëra fjala tek djepi, nuk do t'ishte mirë ta çonim në dhomë? S'kemi pse nxitohemi. Nuk ka ardhur pranvera. Unë shpresoj që pranvera do të vijë shpejt. Ky dimër ka zgjatur shumë këtë vit. Bjeroshi, na mbush me begati. Shpresojmë që të bjerë një shi. Nëse të paktën do të binte një shi,
Do ishte një shenjë e vogël që pranvera është afër. Të shpresojmë. Po si ka mundësi, duken që të gjithë shumë të shqetësuar. Me që ra fjalla tek pranvera, djenë tek klasësimet do t'japin një shfaqje shumë të bukur, aventurat e kalorësit jeshil. E di, do të vinë nesër paraditet tek unë për të punuar mbi skenografin. Unë kam bojën me të cilën mund të lyen lulet dhe livadhin. Do ishte bukur po të përdornim lule të vërteta dhe bar të vërtet për livadhin. Po, do kenë nevojë për pranverë. Dhe vetëm kalorësi jeshil mund të arrit ta gjejë. E gjeta, unë do e sjell pranverën në Woodland. Kështu do vlerësohem nga të gjithë, apo jo? Babi, mos di gjë nëse ka ndonjë pemë të vjetër me qershi këtu rrotull? Kur isha i vogël, gjysha jota më çonte të mbledhja qershi në një vend afër liçenit, në mal. Në mal, afër një liçeni. Faleminderit, babi. Ishte shumë argëtuese. Po kur të vi Stina, mund të shkojmë bashkë. Aha, dëgjoj gjyshe, nëse unë do të kisha nevojë për një ndihmës, ku mund ta gjej ata? Nuk është kaq e thjesht. Duhet një person që të ndihmojë në çdo gjë. Një lloj shoku. Një shok shumë i besuar që di t'i ndaj me ty të gjitha. Vështirësitë. Mami, çfarë kishte marrë tjetër me vete kalorësi jeshil përveç shpatës dhe mburojës? Nuk e di. Mendoj se ka marrë ndonjë gjë për të ngrënë. Është e vërtet. Ushqim. Do ndonjë biskot para se të shkosh të flesh? Do apo jo? Po, të paktën më la një. Mëngjesin e nesërm, Franklin u zgjua me humor të mirë. Kishte për të kryer një mision dhe e mezi priste të fillonte. Ma në fund është mëngjes Sam, tani duhet të bëhemi gati. Ha! La! Ja dhe kjo. Mirë, kalorësi jeshil është gati për të nisur. Në pak orë pranvera do të kthehet në Woodland dhe do të jem unë ai që do të shkoj ta marr. Ha! Dhe tani nuk më mbetet gjë tjetër veç të shkoj të marr ndihmësin tim. Miru pafshim djema. Më fal, Kërmil, nuk e kisha mendjen. Po shkon edhe ti tek shtëpia e Kastorit? Çfarë është ajo? Doreza e Franklinit duhet t'i ja kthej. Po, do të bëja mirë të nxitoje. Do të ketë ëmbëlsira dhe nuk I gjen kur ta vish. Po eci sa më shpejt që mundem. Pastaj janë më të mira kur sapo kanë dalë nga fura. Dje u bë një festë tek shtëpia e Franklinit. Duhet të ketë sjell padyshim pije edhe ndonjë copë tort. Ari, më prit. Ari. Kam frikë se nuk do arrit do të shkoj në kohë. Lumë si ti, breshkës, do kesh një vëlla më të madh, I cili do të të çojë me orar në festat e miqve, edhe në shkollë. Do të ndihmoj të bësh detyrat dhe do luaj me ty deri natën vonë. Edhe për shkakun tënd, unë nuk do mund të rri më me mikun tim Franklin. Kërmil, përse po qanë, çfarë ke? Asgjë, Franklin, më ishte futur diçka në sy. Mere dorezën tënde tani. Faleminderit. Dëgjo, a mund të më çosh deri tek shtëpia e Kastorit? Më vjen keq, por nuk po shkoj tek shtëpia e Kastorit. Po si kështu? Duhet të përgatitesh për recitimin. Imi nuk është recitim, Kërmil, sepse unë jam kalorësi I vërtet jeshil. Ti je kalorësi I vërtet jeshil? Po, dhe po nisem në kërkim të pranverës. Wow, nëse do sjellësh pranverën këtu në Woodland, ti do të bëhesh një hero. Po, tani do bëja mirë të ikja. Do jem e fat nëse do arrit të shkoj tek shtëpia e Kastorit para se të bëhet natë.
Udhë të mbar, Franklin. Por... Prit pak, Kërmil. Jam kalor si jeshil dhe kam nevojë për një ndihmës. Nëse do, mund të jesh ti ai. Unë? Do të thuash që do më marrësh me vete? Sigurisht. Unë kalor si jeshil të emëroj ty ndihmësin tim. Shkojmë ndihmësi, Kërmil. Cili do jetë shpërblimi im, kalor si jeshil? Jetosh një aventurë të mrekullueshme në kërkim të pranverës. Ndërkohë që kalor si jeshil dhe ndihmësi i tij i vogël besnik po niseshin në kërkim të pranverës, në shtëpinë e Kastorit kishte atmosferë feste në pritje të provave të para të recitimit. Do edhe një tjetër t'jari? Faleminderit zonjë. Nëse Franklin vonohet dhe pak, kam frikë se nuk do të gjej më për të ngrënë. Po edhe unë kam frikë, sidomos nëse ti ha kaq shumë. Po përse nuk ka ardhur akoma? Është e vërtet që breshkat janë pak të avashta, por ai ka qenë gjithmonë korrekt. Ndoshta po ndihmon prindrit e tij për të rregulluar vendin pas festës që kanë bërë mbrëm. Je gati për petullën më të mirë që ka njohur ndonjëherë bota? Oh, unë jam gati, por pjesëtarët e tjerë të familjes janë akoma në gjumë. Më duket se erdhi njëri. E ka parë njëri Franklin këtë mëngjes? Nuk është në dhomë. Ku është Franklin? Ku mund të jetë? Në zgabohem, sot djemë të duhet të bënim përgatitet për recitimin. Kalor si jeshil i cili do ta shpëtojë nga ky dimër i gjatë. Por Franklin nuk e ka zakon të dalë nga shtëpia pa na përshëndetur. Ndoshta nga shqetësimi është zgjuar shumë herët. Pra, ti e di shumë mirë se si janë bërë dje. Mere këtë, edhe këtë tjetrën. Për ta çdo ditë është një aventurë. Ku do shkojmë, kalorës jeshil? Babi më tha se ka një pemë të vjetër me qeshi afër një liçeni në mal. Dhe kjo është rruga që të çon tek mali. Ha? Po tani, cila nga ato? Ma vjen keq ndihmës. Kam frikë se nuk e di cila është rruga e duhur. Në histori thuaj se ishte një çamarok i cili tregonte rrugën kalorësit jeshil. Po, e di, po ku ta gjejmë një çamarok? Edhe sot duket një ditë e bukur. I shkreti unë. Ndihim! Apo duhet të dorëzohemi, nuk do e gjejmë kur pranverën. Ndihim! Forca, shkojmë! Dikush ka nevojë për ne! Përpara! Përse vendosa të ngrihem nga krevati? Përpara! Çfarë po ndodh? Çfarë ka? Kalor si jeshil po vjen të ndihmojë. Më falni, zotri, mos ndoshta ishit ju që po thërrisnit për ndihmë pak më parë. Unë të kërkoj ndihmë? Të duket se kam nevojë? Më duket se kanë ngecur. Çfarë? Marzira! Nëse dua mund të dalë që këtu me njerë, vetëm se nuk dua ta bëj. Më pëlqen shumë të qëndroj këtu. A jeni i sigur që nuk keni ngecur? As edhe pak fare? Po, ndoshta pak. Apo mos keni frikë, unë jam kalor si jeshil dhe tani do t'ju shpëtoj. Pa prit pak, ne do t'a shpëtojmë. Në rregull, u gabova, ne do e shpëtojmë. Shumë mirë, tani duhet të... Ndaloni, më lëshoni. Si, nuk doni që të shpëtojeni? Sigurisht që dua, vetëm se... Kam frikë se është e pamundur të kalojnë nga dritarja.
Të prapmet e mia. Sigurisht. Hyni në shtëpi, dera është e hapur. Ja, Mendoj se do të jetë më e vështirë. Nëse ai ka ngecur, ne do e nxjerrim. Ta tërheq? Jepi. Po më kutulisti. Shumë faleminderit, djalosh. Jo, po çfarë është e fjalë? Unë jam zoti Marmota. Gëzohem. Unë jam Franklin, kalorsi i jeshil. Dhe ky këtu është... Gëzohem, gjithçka në rregull, zoti Marmot? Gjithçka në rregull. Nuk e di se si do t'dilja nëse ju të dy nuk do të kalonit këtej. Si mund tash përblej kalorsi i jeshil? Unë dhe ndimësi im, po kërkojmë një qeshti të vjetër pra një liçeni në mal. Ju e dini rrugën që të çon atje? Sigurisht që unë e di. Kur të mbërini në udhkryq, biçni shtegun djathtas. Faleminderit zotëri i sjellshëm. Të nisemi ndihmës, nuk kemi shumë kohë për të. Mirupafshim zoti Marmot, dhe faleminderit për gjithçka. Mirupafshim dhe faleminderit juve. Ej, kalorës i jeshil. Ke kostum shumë të bukur. Dhe mos u largoni nga i shteg, për ndryshe mund të humbisni. Të dy ata janë shumë të mirë. Mirë, atëherë do të vazhdojmë në shtegun djathtas. Franklin, është e sigurt se rruga që na tregoi zoti Marmota është ajo e duhura? Po sigurisht, Kërmill, është tamam si në histori. Për ta shpërblyer, Çamarroku i tregon rrugën e dur kalorësit jeshil. Por ai nuk ishte një Çamarrok, ishte një marmot. Ndoshta ishte një Çamarrok i maskuar si marmot. Në këtë rast, unë do mbaj sekretin e tij. Ne do e mbajmë sekretin e tij. Sigurisht ne. Franklin, nëse ai ishte Çamarroku, kjo mund të jetë ulërima e përbindshit që në përradhje kishte rrëmbyer. Jo, është vetëm era. Franklin, nuk kam frikë. Gjesa të jesh me mua ti je i sigurt. Kalorsi i jeshil nuk ka frikë nga asgjë. Nëse përjashtojmë ato gjërat e lartë. Nuk po dëgjojmë asgjë. Asun. Por kam frikë se kemi humbur, Kërmill. Çfarë? Të humbur në pyll? Po shoh një breshk me një kërmill në supë. Djema, kam parë shumë gjëra të çuditshme nga këto anë, por kjo i kalon të gjitha. Ti e përbindshi me të cilin duhet të ndeshet kalorsi i jeshil, apo jo? Përbindshi, kalorsi i jeshil? Nuk jam një përbindës. Unë jam vetëm një shqiponjë dhe nuk kam asnjë qëllim të ndeshem me ty. Me të vërteti nuk do? Jo. Tani, më thuaj pak, çfarë keni ardhur të bëni këtu në thellësi të pyllit? Ne kemi ardhur këtu për të kërkuar qeshin e vjetër. E di që është në mal, pranë një liçeni. Po, e njoh, por është në anën tjetër të malit. Nga ana tjetër? Po, me që është kështu, më mirë t'ju shoqëroj unë. Shiko, Kastor, çfarë mendon për këtë dragua?
Po përse nuk bashkëpunon edhe ti me mua? Okej, që? Hey, Ari, si të duken këto lule qershie? Ke bërë një punë shumë të mirë. Po maska ime grabitçarit? Është pa dyshime përsosur. Me ato krah duket sikur mund të fluturosh vërtet. Do të më pëlqente të fluturoja me të vërtet. Shikoni, djema! Po fluturoj! Po fluturoj! Po fluturoj! Po fluturoj me të vërtet! Ne, po fluturojmë! Kërmil! Është fantastike! Duke e kaluar momentin e parë të frikës, Franklin dhe ndihmësi i tij vogël Kërmilli po shijonin peizazhin që çfaqej poshtë syve të tyre mosbesues. Sa herë që çfaqej një çarë mes rreve të qiellit pafund, mali që ngryhej para Woodlandit demonstroi me gjithë madhështinë e tij. Po, tani mbauni fort. Po fillojmë të ulemi. Përgatituni për zbritjen. Faleminderit shumë shqiponj, ishte një udhtim i mrekullueshëm, nuk do ta harrojmë kurrë. Mami! Oh, çfarë ishin ato? Shqiponjëzat e mia po më thërrasin. Do të thuar se je një mama shqiponj? Tamam ashtu. Duhet të shkoj. Jeni të sigurt se mund t'ja dini vetëm djema? Pa sigurisht, unë jam kalor si jeshil. Në rregull, kalorës jeshil. Ndiq rëken dhe do arrish të qershin e vjetër. Nëse keni nevojë për ndihmë, mos nguroni të më lajmëroni. Unë do të vi menjëherë. Patshi fat. Miru pafshi. Faleminderit shqiponj. Në rregull, ndihmësi im, lëvizim, shkojmë tani. Unë kam për të kryer një mision të rëndësishëm. Duhet të gjej pranverën dhe ta çoj në Woodland. Ne kemi një mision për të kryer. Po më para nuk mund të pushojmë pak? Të lutem. Por Kërmil, ne nuk mundemi, kemi shumë pak kohë. Në rregull, dakord Franklin, nëse e ke me kaq nxitim, përse nuk shkon të kërkosh vetë pranverën? Në rregull, do e bëj. Me të vërtetë e ke? Sigurisht, kalor si jeshil do të shkoj ta kërkoj vetë pranverën. Ti më prit këtu. Do të vi të marr më vonë, mos u largo. Jo, Franklin, prit! Ashtu siç e mendoja. Franklin e di që shumë shpejt do ketë një vëlla, edhe me që është kështu nuk ka më nevojë për mua. Ormai non ha bisogno più di me. Ormai non son www.gaintvskso.tk. Tra poco lui avrà un fratellino, non ci vedremo più da allora in poi. La primavera io ritroverò, anche da solo io ce la farò. E quando nascerà il mio fratellino, ancora un po' più solo io sarò. Purtroppo è così che va la vita. Purtroppo rimediare non si può. Purtroppo la gioia mia è svanita. Purtroppo sempre solo io sarò. E chi lo sa se tu mi penserai, se qualche volta io ti mancherò. Mancherai a me, amico Franklin, e sappi che mai più ti scorderò. Chissà se tu ogni tanto pensi a me, se nel pensarmi tu ti senti giù. Sei stato tu per me un grande amico, e
so che non ti scorderò mai più. Purtroppo è così che va la vita. Purtroppo rimediare non si può. Purtroppo la gioia mia è svanita. Purtroppo sempre solo resterò. Purtroppo sempre solo resterò. Tim! Franklin, Fatima! Franklin! Jo! Mas ke frik, kalorsi e Shield do të shpëtoj ty. Gjithçka në rregull tani, Kërmill? Faleminderit që më ndihmove. Po si arrite të vish kaq shpejt? Po kthehesha mbrapa kur dëgjova thirrjet e tua për ndihmë. Po kthehesh mbrapa? Po, për të kërkuar falje. Më vjen keq që u largova ashtu, Kërmill. Ai pranon faljet e mia. Oh, e po... Ta lutem. Dakord, Franklin, të kam falur. Mirë, në fund të fundit kalorsi e Shield nuk mund t'ja dal pa ndihmësin e tij. Zotri... Dimas? Kemi edhe shumë rrugë, Franklin? Jo, kemi edhe pak fare. Oh, ja dola! Ma në fund kam gjetur pemën magjike të qershive. E kemi gjetur. Hej, çfarë po bën? Mjaft tani. Franklin, çfarë ishte ajo? Po ku ta di unë? Gjithsesi duket se është larguar tani. Mendonit se do të vinit këtu dhe do të vidnit vezët e mia. Mirë, tani ua tregoj unë. Prit. Ne nuk doni të vidni vezët e tua. Largohuni, qëndroni larg nga vezët e mia. Franklin, bëj diçka. Lartë shkoj, ma lartë dalë një herë. Më erdhi në majtë hundës nga ju hajdutët e vezëve. Kërmill, duhet të jetë rojtari i pemës. Rojtari? Por është shumë e vogël. Një pemë ka që rëndësishme duhet të ketë një rojtar më rënd. Dëgjoj, rojtari i pemës, ne nuk duam të vjedhin vezët e tua. Atëherë çfarë doni? Kush jeni dhe nga vini? Duhet të jetë ndonjë provë për të vërtetuar nëse je i denj për të qenë kalorës. Unë jam Franklin, kalorsi e Shield dhe vi nga Woodlandi, ndërsa ky është ndihmësi im. Ç'kemi? Duhet të sjellim pranverë në vendin ton. Prandaj na duhen lulet e kësaj peme, më kupton? Po, rojtar. Po përse vazhdoni të më thrisni rojtar? Unë jam zonja Osinjola. Doni të thoni që ju nuk jeni rojtari i pemës? Unë jam vetëm rojtarja e vezëve të mia që ndodhin në këtë pemë, dhe që nuk do t'i prek njëri. Po ju përse i doni këto lule? Po sepse fal tyre mund të sjell pranverë në Woodland, kështu që do të bëhem hero dhe të gjithë do të më kushtojnë vëmendje dhe do të më nderojnë mua. Çudite me ty, Franklin. Kjo është arsyeja pse kemi ardhur deri këtu? Po sillesh njësoj si kalorsi e Shield në përrall. Të vi turp. Ej, Dima, ka ardhur koha e drekës. Unë po shkoj të bëj një xhiro në pyll për të gjetur pak ushqim. Kujdesuni pak për vezët. Franklin, mendova se kishim ardhur për të kërkuar lule që të shpëtonim Woodlandin. Ma mirë të kujdesemi për ato vezë tani, janë në përgjegjësinë tonë. Nëse u ndodh ndonjë gjë vezëve, zonja Osinjola nuk do ta lejoj asnjëherë të marrim me vete lulet e qershisë. Mos u shqetësa. Do t'i mbaj shumë ngrohtë. Dragoj, cili drago? Po vi, Kërmill!
Dorëzohu, draguaj shëmtuar. Hej, Kërmil, dragoj po qanë. Kujdes, ndoshta është një kurth. Hej ju, lërni të qetë vllajën tim. Çdo gjë në rregull? Kërkojeni falje vllajt tim që e trembët. Ishte vëllai yt ai që trembi mikun tim I pari, kështu që duhet të kërkoj ai të falur. Çfarë ke në dorë? Ha? Shpatën time. Por nuk ke pse shqetësohesh. Është prej letre. A e petani? Ma jep atë gjën, është e rrezikshme. Ja. Mos kundërshto. Soja është e imja. Lërë të qetë mikun tim, Franklin. E ngatruan vllajën tënd me një dragua. Një dragua? Po bën shaka. Unë jam Franklin, dhe ky është Carmili. Na fal nëse e trembën vllajën tënd të vogël. Po, na fal. Nuk ka problem, unë jam Armadili. Të kam thënë me 100 herë të mos dalësh vetëm. Po unë kisha uri. Do ndonjë biskot? Janë të shishme, provoj. Si thuat? Faleminderit. Asgjë. Të pëlqen shumë të kujdesesh për vëllain tënd, apo jo, ha? Sigurisht. Është shumë bukur. E di, pas pak ditësh do të bëhem edhe unë me një vëlla. Me të vërtet? Po. Ma merr mendja se që kur ka lindur vllai yt, prindrit e tu I kushtojnë më shumë kohë. E po sigurisht është normale. Këllushet kanë nevojë për përkujdesje. Ke frikë se prindrit e tu nuk do të rrinë me ty kur të lind vëllai yt? Të them të drejtën, jam plotësisht I sigurt se do të jetë kështu. Jo, nuk është e vërtet. Dëgjoj pak, ti kë do më shumë, mamin apo babin? Po unë I dua të dy njësoj, edhe mamin edhe babin. Ma merr te mendja, siç na duan njësoj prindrit e mi, edhe mua edhe vëllain tim. Edhe për ju kështu do të jetë. Mos u shqetëso. Dakord. Tani është më mirë të shkojmë. Mami do jetë duke na kërkuar. Paçfat Franklin. Mirupafshim Armadil. Mirupafshim. Dhe shumë faleminderit. Franklin, kishe me të vërtet frikë se të tu do të linin pas dore pas lindjes së vëllait tënd? Sa që sharake, edhe unë kisha të njëjtën frikë kur të lindte ai. Me të vërtet. Mendova se duke patur një vëlla, nuk do kishe më kohë të qëndroje me mua. Jo, kjo nuk do të ndodh kurrë, Kërmil. E po, sigurisht, pa dyshim që atëherë do të jem më I zënë, por do e gjej gjithmonë kohën për të qëndruar me ty. Çfarëdo që të ndodh, ti do jesh gjithmonë miku im më I mirë, Franklin. Sa drejke mirë, djema. Kam gjetur disa fruta të thata që janë të mrekullueshme. Po shoh që qënë keni kujdesur për vezët. E po mirupafshim, është më mirë të shkojmë. A nuk do I mbledhim lulet e qershis? Jo, unë nuk jam I denj për t'i mbledhur. Kishe shumë të drejtë, Kërmil. U solla si një egoist I vërtet. Forca, shkojmë tani. Prisni! A nuk doni të sillni pranverën në Woodland? Po sigurisht, të gjithë në Woodland janë të shqetësuar për këtë dimër që nuk po mbaron kurrë. Por jam egoist dhe nuk jam I denj për këtë mision. Franklin, më lër të them diçka. Ajo që bëre për vezët e mia ishte krejt e kundërta e egoizmit. Me të vërtet? Po, ishte një veprim I denj një kalor, si të vërtet. Dhe një veprim kaq fisnik duhet të shpërblet. Oj, madhërish mi kalorës jeshil, si rojtare e pemës magjike të lejoj zyrtarisht të mbledhësh aq lule sa të nevojiten. Me të vërtet thua? Sigurisht, sa lule të duash. Atëherë, si të duket kjo mburoja ime? Do të them të drejtën, do ishte më mirë prej kartoni. Do ishte më e zhurmshme. Me që I rat sinjalit, Ejani të ham. Ejani, shpejt, ka për të gjithë. Faleminderit, isha shumë uri.
Ku është Franklin? Mendoja se ishte me ju. Ne mendonim se ishte me ju. Po ku mund të jetë? Mbram më pyeti se ku mund të gjende një pemë të vjetër qershie. Mua më pyeti se ku mund të gjente një ndihmës. Dhe mua se çfarë kishte marrë me vete kalorsi jeshil. As Kërmili nuk është. Ndoshta është me Franklin. Qetësohet, dashur, ai nuk bën kur marrëzira. Më duket e pamundur. Ja dola. Do sjell pranverën në Woodland. Shiko sa pamje e bukur, Kërmill. Wow, nuk isha parë kur në jetën time një gjë të tillë. Po asun, është pa dyshime jashtëzakonshme. Nga këtu shohim të gjithë Woodlandin. E ju! Tani është më mirë të nxitojmë pak. Sa më shpejt t'i çojmë të lulet në Woodland, aq më mirë do t'jetë. Ke kujdes, Franklin. Sigurisht që kam kujdes. Kujdes! Nuk e na që pa mas. Mam gje bukur, Franklin. Franklin! Faleminderit. Jo, lulet tona. Arrin ti shohësh? Po, kanë mbetur të varur në një deg. Por janë të pakapshme. Po tani çfarë do të bëjmë? Në Woodland nuk do vi kur pranvera pa ato lule. E di, Kërmill, por për ne është e pamundur të shkojmë t'i marrim aty poshtë. Ha! Shqipon! 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 Ka mundësi të kenë bërë këtë rrugë, por liqeni shumë larg, nga ana tjetër e malit. Duhet të ndahemi. Ne nuk e dim se cilë rrugë ka vazhduar. Po, ide mirë. Dhe unë. Po, sigurisht, do të shkojmë që të gjithë. Shiko, Kërmill, ja ku janë! Merita, mima! Jera ta! Po fluturojnë! Franklin! Ishim kaq të shqetësuar. Nuk je lënduar. Jo, gjithçka shkoi shumë mirë, mami. Po kjo kush është? Na falni. Ju prezantoj shqiponjë. Zonja është shumë e sjellshme. Gëzohem. Përshëndetje. Mirëdita, zonjë. Faleminderit që sollu djalit tim në Woodland. Ju nuk e merrni dot me mend sa të shqetësuar ishim. E bëra me shumë kënaqësi, por tani më duhet të largohem. Shqiponjëzat e mia të vogla po më presin. Dhe pa vazhduar më tej, shqiponja filloi fluturimin e saj madhështor në sytë e befasuar të gjithë atyre që ndodheshin atje. Miru paç! Dhe faleminderit për gjithçka. Paçim, ktheu të na takosh kur të duash. Dhe jo, Franklin, por do je veshur si kalor si jeshil. E thjesht, sepse Franklin është kalor si jeshil. Shiko çfarë kemi gjetur. Fantastike, janë lule qershie. Oh, Franklin, janë të mrekullueshme. Lam të mirë, Dimar. Dhe mirë se erdhe pranverë. Pasi I mori lehtera,
Lulet e qershis ra në tokë, por nuk ndodhi asnjë mrekulli. Pemët mbetën të thara dhe dëbora bizotronte gjithandej. Ku është pranvera? Po, të paktën e provove, Franklin. Po, por nuk e kuptoj ku gabova. Çfarë ndodhi kështu? Oh, shpirt, ishte vetëm një përrall. Nuk është as pak faji yt, Franklin. Ndoshta pranvera nuk do vi kur. Franklin, shiko! Lulet e qershis po fillojnë të bëjnë punën e tyre. Hey, ka qelur një lule! Është e jashtëzakonshme dhe është e gjitha merita jote, Franklin. Edhe jo, pjakër miell. Më falni një sekond, djema. Nuk e dini se ju e keni vënë re, por gjithë vendi është akoma i mbushur me dëbor. Pranvera nuk ka ardhur akoma. E di, Kastor, por ky është vetëm fillimi. Shikoni, një shenjë tjetër e pranverës. Askush nuk e dinte nëse ishte merit e luleve të qershis. Por e shumë pritura pranvera, në fund kishte mbritur në Utland. Dhe për Franklin, ardhja e pranverës do të thoshte edhe afrimi i lindjes së vëllait të tij. Më në fund, pranvera është kthyer. Ju lumë të gjithëve! Na kënaqët! Ju lumt! Po, ju lumt! Shumë bukur! Ja dolët me të vërtet shumë mirë. Na kënaqët! Jenë të një janë aktor të mrekullueshëm. Ja dolëm. Dolëm shumë mirë. Dhe ty duhet të të përgëzoj personalisht, Franklin. Ishe tamam si kalorsi jeshil. Po, e ka recituar pjesën e ti me gjithë shpirt, apo jo, zëmër? Ashtua! O, zoti madh, erdhi ora? Erdhi ora? Më në fund të erdhi ora. Erdhi ora? Po për çfarë po flis? Për vëllan tënd, Franklin. Doktor Ariu, erdhi ora. Mami! Do shihemi shumë shpejt, Franklin. Nuk duhet të shqetësohesh. Do të kthehej në shtëpi pas disa ditësh. Edhe ti do të kesh më në fund vllajën tënd. Ky është djepi që tezja e babit i ka sjell vëllait tim. Shpresoj shumë që ti pëlqej. Po përse nuk kanë ardhur akoma? Si ka mundësi që s'janë kthyer akoma? Shpirt, ke gjithë mbrëmjen i mbyllur këtu. Po sepse tani unë nuk mund të pres dot më. Dgjoj, do të të pëlqente të bëje një shëtitje me mua, dua të tregoj diçka. E shikon se sa shumë yje janë këtë natë në qiell, a Franklin? Nëse i mbyll syt, unë do kap një për ty. Por është e pamundur të marrësh një yll nga qielli. Tani hapi syt. Kur isha në moshën tënde, çdo pranverë ndizja një qiri dhe shpreja një dëshirë. Pastaj e vendosja në lumë dhe prisja derisa ta merrte rryma. Flakës e vogël, e bukur dhe e ngrohtë, bëj që mami dhe babai im të kthehen shpejt. Gjithmonë janë realizuar dëshirat e tua, gjyshe? Sigurisht, shpirt, që të gjitha.
kthyer. Shkoj. Franklin, forca e këtu, duhet të të prezantoj motrën tënde. Wow, sa e vogël që qanka. Do të rritet shumë shpejt, tamam si e rritur ti. Po duhet ta pranojmë që ndjet shumë mirë në dietin e tezës Harriet. Është vërtet, i ka pëlqyer menjëherë. E keni vendosur çfarë emri do t'i vini? Nuk e kemi zgjedhur akoma. Kam një mendim. Përse mos ja vëm Harriet? Tezja Harriet bën gjithmonë dhurata të mrekullueshme. Ajo i ka dhuruar mamit librin e kalorësit jeshil, dhe pastaj i ka dërguar motrës time këtë djep fantastik. Në një farë mënyre edhe motra ime është një dhuratë e mrekullueshme. Më duket ide shumë e mirë, Franklin. Do e quajmë Harriet, si tezja. E mban mend kur më ke sjell mua në shtëpi nga spitali? Ajo është një ditë që nuk do e harroj kur, kalorësi im jeshil. Oh, harrova diçka të vogël. Këto janë për ty, Harriet. Me qëra fjalla, unë quem Franklin. Dhe jam vëllai yt i madh. Dhe më në fund, kalorësi jeshil mund t'ishte shumë i kënaqur. Kishte sjell pranverën në Woodland dhe pranvera i kishte sjell një motër të mrekullueshme. www.gaintvskosopik.com